Irani është me territor shumë më të madh. Problemi është që territori është i madh, është një kala, është i rrethuar me male, duhet shumë impenjim. Dhe kjo është arsye pse zëvendës presidenti, zoti Gjidej Vans, ishte shumë i drejtë për drejtë, ishte. Thot se ne nuk mund të vazhdojmë luftë pafund me raketa se nuk na çon askund. Në rast se nuk vim deri tek rezultatet e kënaqshme për cilën do palë, sepse edhe Irani kërcënon, mund të përdoren armë të shkatërimit më në mas të themi. Shiko, armët e shkatërimit mas janë të disa nivele. Armët e shkatërimit mas mund të quhen dhe armët kimike, edhe armët biologjike, madje edhe këto sistemet raketore e armët shkatërimit mas janë, këto raketet balistike tjerë. Po për të mbritur te goditjet bërthamore nuk besoj sepse kërkon një tjetër mekanizëm vendimari. Tu çështja është, a kemi negociata dhe raketa? Pra nëse ndërkohë që bën negociata, ka dhe goditje me raketa që ti detyrosh. Po se kanë munguar negociatat që nga fillimi. Po, çështja është që nuk kanë mohuar tu dy palët, por negociatat kanë qenë nuk mund të mendosh që megjithëse ndodhi kjo gjë, ata prapë vazhdojnë të godasin bazat amerikane, dhe jo vetëm bazat amerikane, po dhe bazat e tjera të aleatëve në gjithë vendet e gjirit. Ne kemi një video tjetër në Jordani, nëse na japin nga regjia nëse e ka. Dhe ajo nuk funksionon, pra nuk funksionon mbrojtja ajrore. Çfarë ka që ndodh? Po flasim për fuqinë më të madhe të botës, Mehmet. Po. Flasim për SBA-n. Pra, a është e mundur që SBA-ja nuk mbron dot veten në këto baza dhe i vriten ushtarët? Pra, çfarë po ndodh? Dhe pa patur një përgjigje, dhe këtu përgjigja mund vi vetëm nga Pentagoni, nuk mund të shohim më gjatë. Dhe ky është problemi, sepse popujt e atyre vendeve, pra Jordania, Arabia Saudite, Kuvaiti, Katari, Bahreini, Emiratet, nuk duan luftë, sepse shkatërrohen ekonomikisht. Ja, ky është një moment është momenti që u vranë ushtarët amerikanë. Po. Pra këtu, unë mendoj që në fat gjatë do të kemi një vendimarrje, do të kemi kështu një proces, pa proces deri në fund, deri kur të bëhen zgjedhjet e 4 nëntorit. Dhe mendoj që pas zgjedhjeve 4 nëntorit dhe pas rezultatit mund të shkojmë drejt një vendimarrje fat gjatë. Dhe gjithashtu një rezultat të jashtëzakonshëm dhe ndikim të jashtëzakonshëm do ketë në këto negociata rezultati i zgjedhjeve në Izrael. Kulla, e sheh përfundimisht para se të dalim tek Izraeli, që Iranin tashmë më e kemi të rreshtuar në një koalicion me Rusinë dhe Kinën. Po kjo është ekziston ndonjë mosi reale që të... Kjo është botërisht e